edhe me përshëndetje islame, Esselamu alaikum, ju kemi thonë. Në Parisin e Francës. Nuk po flasë për lindje, për Beirut, për Kairo, për Damask. Kur kam shku herën e parë në kufi atje, me një Esselamu alaikum kanë shti në zyre polisë, sepse është ai që i ka dorëzu librezën i pari, librezën e komunizmit, për me këthy fesë Zotit, rrugët Zotit. Selamu alaikum të dashur miq të RTI-s, mirë se po takohemi sërish me emisionin Divanin nëpër Kosovë. Sot kemi ardhur me fal namazin e ikindis këtu në Prishtinë, të xhamia Matini, apo si shnihet dhe xhamia Hoxh Shuaib Arnauti. Në çdo xhami gjejmë besimtar të devotshëm, por prej tyre i veçoj burrat pleq të dashtën, dashamirës të fesë dhe kombit, kulturës dhe traditës. Asi pleq të dashur që na tregojnë rrëfime nga jeta e tyre, që janë të omla, të këndshme, që herë na argëtojnë, por herë edhe na emocionojnë. Sot e kemi bacën Abdullah. Abdullah Hoxha, si shnihet në Gjakov, Abdullah Murati, siç e njohim ne këtu në Prishtinë, bacën Abdullah, kemi në moshën 78 vjeçare. Baca Abdullah është dashamir i fesë, i kombit, i kulturës, është djalë hoxhe, është një intelektual, një ish biznesmen. Mos u ndani nga RTI-ja, mos e hopni intervistën tonë që kemi realizuar me bacën Abdullah. Shihemi pas pak. Baca Abdullah, selamu alaikum edhe një herë këto. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Përshëndetja më mirë që mund të ekzistoj këtë gjithësi, janë fjalët e madhit Allah, Esselamu alaikum. Allah të nderoft ya Rabbul Alamin. Amin edhe ty, baca Abdullah. A bon me nis këtë intervist unë atë me një pyetje shumë amel ma ktheve selamin. Dhe që është ftyra të keshi shumë me knatësi. Pse me kaq shumë knatësi ma ktheve selamin? Sepse e dim, edhe mbar bota e din, se selam do të thotë shpëtim. E selam, Zoti i madhruar do t'i përshëndesh banorët e xhennetit me fjalën Selamun qawlan min Rabbir Rahim. Selami është ati që është i gjithëmëshirshëm, i Zotit të gjithësisë. Për atë, kur e ndëgjojmë selamin, zemra kënaqet. E kënaqet zemra kur sot në ditë të sotit, rinia jone ka kuptuar vlerën e selamit edhe nuk të përshëndet mirë dita, mirë mbrëma, buongiorno, kalispero, ato në gjuhët e italiane ose franceze, po të përshëndet me fjalën që e ka ninë shpirtën zemër se është musliman, edhe përshëndet me fjalën Esselamu alaikum wa rahmatullah. Baca Abdullah, sot, ku po jetojmë një kohë të modernizimit, po edhe kur kem fjalën shqipe, mirë mëngjes, mirë dita, mirë mbrëma, tunxha tjeta, ama mirë të përshëndetin në gjuhën shqipe, ama me selam aleikum, dikush s'den çfarë do të thonë kjo. Çfarë po më thotë? Une po flas me fjalë të miqës tem, Recep Hoxhën, e kom pas miq, pas ndjes, shkrimtar në lugjeve të verdha, me siguri në shkollë keni mësuar ju. Më thëke edhe mirë dita, bre, edhe mirë mëngjes janë fjalët e Zotit. Thosha po braq, po në shqiptarë që jemi, sa jemi 7 milion, hajde 15, hajde 50, po Esselamu alaikum është përshëndetja 2 miliard shpirtave, 2 miliard krijesave të Zotit të këtij shekulli. Për atë, unë i preferoj jo pse jam i indoktrinum prej arabizmit, po jam prej bindjes ndaj Zotit të madhnueshëm që selami është shpërblim, se Muhamedi a.s. ka urdhëruar shkepeni selamin, se selami ju shton dashurinë. Baca Abdullah, ju jeni marrë me tregtia, po? Ashtu. Po ju ka ra se ju bjen sot tregtarëve më dalën për vendet jashtme. Ashtu. Mi thonë hi, hello, internacionale i morin vesh. Mi thonë selam aleikum, shumë mujnë mos mi marrë vesh.
nuk kisha me thonë asisoj, se unë kam shku në Paris 3-4 herë për tregti, për mall. Besoni aty ku kam shku une, gjitha, edhe pse ka pas edhe jevrej me tregtar të mëdhajt, jevrej, e dishin që na jemi musliman, se punëtorët, shumica që punojshin aty ishin musliman, edhe me përshëndetje islame, Esselamu Aleikum, ju kemi thonë. Në Parisin e Francës. Allah. Nuk po flas për lindje, për Beirut, për Kairo, për Damask, për Halep, se në Halep i kam pas 2 motra të martuara. Aty ka qenë fati, ka dorë Zoti, dhondën e madhe e kam pas mjek, edhe motra madhe o martu aty. Edhe mos flasim, kur kam shku herën e parë në kufi atje, me një Esselamu Aleikum kanë shtinë në zyre polisët edhe doganjerët, si është e mundën në kohën, në Republikën e Jugoslavisë, në shtetin e Titos me pas besimtar. Atë i kom tërgune se na i kemi gjitha drejtat, se na kemi medrese, se na kemi fakultet në Sarajev, në Prishtinë, në Shkup, edhe gjithmonë kanë qenë falënderues, sepse elhamdulillah që Islami është i shkepën në gjitha anët e botës, jo vetëm në Arabi. Vaca Abdullah, kur folëm sot unë e ti në telefon, ish hera parë që na po flasim telefon. Më the, folim namazin e ikindis, pas ikindije e gjirojmë intervistën. Unë e të nguca pak, thash pse mu falë, thash unë bujnë mos më konë dashamirë si fes, po ti në fund ma ktheve the, që se do fenë, s'ka intervist. Që është? Apo më ka dhe diçka. Mu në telefon më the, do të mu falë për me falendru Zotin. Po në thash, që e bre, thash, unë po i thëmë Zotit faleminderit, e do të mu falë. Unë po du që të një këshill prej teje, për ata të ri dhe të reja, të cilët thojnë, pse më shku mu falë, që i thëmë Zotit faleminderës. Shkurt i bjenë mi ka dhëtë të rive dhe të rejave, pse falet një besimtar musliman. Falja, ose ibadeti më i mirë që ne ka mësu Muhammedi a.s. është namazi. është salati, thonë gjuhën arabe, namaz neve ne ka mëjet për turqizmës. është lidhja më mirë që mund të ekzistojnë mes krijesës edhe krijuesit vetë. Do të thotë mes robit edhe të Zotit. Për atë Muhammedi a.s. ka thonë, es salatu qurratu aynin, namazi është drita e shpirtit tëm. Sepse ana materiale e njeriut përfundon kur me kalimin, me dhonën e shpirtit, me kalimin në botën e ardhshme. Ndërsa namazi është ai e cila na pret edhe del para Zotit, thotë ky o Zoti jem, Zoti din më mirë, këtë din, po është për neve argument se nuk kemi pretu, nuk kemi kallëzu pritesë për me kry urdhën e Zotit, edhe për atë është thonja e sigurt, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Me të vërtet, namazi është bërë obligim në kohën e caktuar për besimtarët. Pse kjo? Zoti ka dashur me lënë gjithmonë afër vetes, edhe me qenë gjithmonë ata që kur lidhem me bo një jetë, një kohë ta zëm akshomin, do ta falë akshomin për Zotin, u ktheva për kibles, Allahu Akbar, Zoti është më i madhi, edhe krejt ato mendime, ato mundime, çka i ka njeriu gjatë jetës, gjatë ditës, ai harron i qetë mas shpine, duke u drejtu të ai që shpërblen për të gjitha, nuk të hub asgjë. Allahu dasht, Allahu ndëroft. Vaca Abdullah, apo më tregon, prej ku e ke mësu fen? Me pa falëndru të madhin Zot, qysh në fillim, babën e kom pas hoxh, ka qenë hoxh fshatin Cermjan, 13 km afër Gjakovës, edhe ai si fëmijë gjithmonë na ka urdhnu ashtu tu e përfill urdhën e Muhammedit a.s. po ndoshta përpara edhe urdhën e Allahit, që ka thonë udhëzone familjen tuaj në besim. Udhëzone familjen tuaj në namaz, kur ti bën 5 vjetë. Baba pas Rahmet, në Saba nuk më
Nuk më thaj ka po qosh, ma ke jargarin më stërpik e mujtë ftoft me uqu. Edhe unë si fëmi kuptohet 7 vjetë, 6 vjetë, nisha një urrejtje. Po tash thamë, o Zot, shpërblej me gjenetin tonë se me të vërtet kom pas një babë që e ka ditë vlerën e namazit, vlerën e besimit, edhe gjithmonë është kujdes për namazin që është shtylla kryesore. Çdo gjë ka direkt. Es-salatu imadu din, namazin shtylla besimit, sepse ai që e lën namazin e ka lënë fen, ai që e kryen namazin e ka kryer urdhën e Zotit, edhe është afër Zotit gjithmonë. Baca Abdullah, shkollë, çka keni të kryer me shkollë? Kam kryer shkollën 8 vjeçare përpara që kemi thonë, edhe kam kryer shkollën e tregtisë, i kanë thonë shkolla e nxënësve në ekonomi. Pastaj më kanë propozu me shku në Beograd në shkollë politike, për me mbo se isha i dalum edhe për punë edhe për gjitha, për me mbo, do në thotë, komunist me mbo. Mirë po baba pasra vetë atë ka t'jenë ti me mu buk në kanë sofer, nëse shkon jashta, për medrese po, për katë dush po. Komunist jo. Komunist jo. Çka ke punu, Baca Abdullah? Kom punu tregtar gjatë krejt jetës. Mirë po, elhamdulillah, ka darë Zoti, kanë qëllu xhamiat afër aty në Gjakovë, kur ka pas nevojë për muezzin, kam kry shërbimin e muezzinit, kur ka pas nevojë për imam, kam kry shërbimin e imamit. Po du me të pyet diçka, si tregtar, sa ke mujt me kanë edhe tregtar, edhe i përkushtuar në fe? Me siguri që nuk ka pas asnjë pengesë, sepse ne dim gjithë dërguarit e Zotit, të e fillu prej më të parëve, Hazreti Idrisi a.s. ka qenë robaçeps, Hazreti Davuti a.s. ka qenë farkatar, edhe të gjithë pejgambert, Muhamedi a.s. mbi të gjitha ka qenë tregtar, edhe Bari ka qenë, mirë po tregtar i dalluar, e për atë sinqeritetin e tij, nana e besimtarëve Hatixheja ja ka besu pasurinë e vet, Muhamedi a.s. Më të bëni pyetje, nuk di kamera, apo mundet me fokusu që të vendin që të përpara. Çka, apo na tregon edhe për teleshikuesit, çka të kujton që ky vendi që të? Ky vendi na përkujton mihrabin. Mihrab do të thotë vendi ku imami i prin xhamatit. Unë në Gjakovë kam pas fatin, kur ra komunizmi, kur Miloševiqi në mund të gjitha drejtat, fëmijët e gjakovarëve, fëmijët e shokëve të mi, një prej atyre është Afrim Domi, i cili ka qenë sekretar i partisë në gjykatën e Gjakovës, ai i pari ka dorëzuar librezen, edhe ju ka kthy besimit, ju ka kthy fesë. E kam pas afër 100 nxënësa i kam pas në xhamin e Hankës. Për atë, kur dal në mihrab, më kujtohen nxënësit e mi, njën e për atyre është ndjera e shokut tem Afrimit, që Ylka e ka pas emrin Ylka Domi, edhe ju thojsha na shqiptarët jemi të zgjuar. I madhi Zot na ka dhënë zgjuarsi, e mësojmë edhe gjuhën angleze, edhe franceze, edhe gjerman, të gjitha gjuhët. Po atë arabisht është shumë gjuhë e ëmbël, edhe do të mësojmë shahadetin në gjuhën shqipe dhe pastaj edhe në gjuhën arabe. Baca Abdullah, më fal. Për shkollës ekonomike, si kalove ti me kry edhe detyrën e myzinit dhe të imamit? Kishim kohë të mjaftuar, kishim kohë të mjaftueshme, do të thotë vaktet nuk na pengojnë se në xhami një 10 minuta, 15 minuta nuk zgjat më tepër. Ama është kënaqësia më e madhe kur e dim se ju përgjigjem thirrjes së Madhit Zot. Baca Abdullah, në muj mul ka dole se ty ki probleme kom, nështë ta? Jo. Kështu, ti e marrë me tregti. Ashtu. Ki po biznes. Ashtu. A mund me na tregu neve, cila është tregtia më e mira që mund të bëni njëri në këtë jetë? Tregtia më e mira që mund me bëni njëri në këtë jetë nga ana materiale, do më thonë, unë kam kry shkollën, tekstilën e kam pas, mirë po tregtia e kësaj bote kalon shumë shpejt, mirë po është tregtia më e mirë me Allahin, se Zoti ka thonë, jepni për mu një, ju shpërblejnë në botën e ardhshme, me shumë fishin që është i pacaktuar sa dënë Zoti madh.
Tregti me Zotin. Tregti me Zotin, ajo është tregtia më e mira. Tu i bona ibadet. Fitim për urse, me sigur ibadeti është që ajo t'i bjen pojnet. Bac Abdullah, Allahu të ndëroft. Jo vini prej Gjakove. Babën i keni pas hoxh? Ashtu? Se thëhet se Gjakova dhe të njohin si Abdullah Hoxha. Si Abdullah Hoxha ma tepër, si Murati. Po baba, ku i ka kry mësimet e fesë? Baba e ka kry mësimet e fesë në medresen e madhe në Gjakov të mudarrisi i mirë njohur Fahri Efendia, te kur është mbyll medreseja prej regjimit komunist, pastaj ka ik për më shku në Shqipëri. Atje 12 vjet ka net. 4 vjet ka net në Tiranë, medresën e Tiranës, edhe gjithmonë mi përmend ke emrat e hoxhallarëve të mëdhej, siç ishte Hafiz Ibrahim Dalliu, ndjer Hafiz Abdullah Semlaku, Hafiz Ali Korça, edhe gjithë ata gjenerata e aty në hoxhallarëve të vjetër, të cilët me siguri edhe kemi pas rastin edhe në televizion tu me ndëgju ato thanit e hoxhës së nderuar Hafiz Ali Korçës, sepse gjakovarët në çdo pyetje a ma përpara kombe a feja. A kemi lind të fol shqip, a kemi lind të qajt, natyrshmëritë të madhit Zot, natyrën e Zotit bandueshëm, që thotë Muhamedi alayhis salam, çdo fëmijë lind islam, pastaj prindi vet ja çon në sinagogë, ja çon në kish, ja çon në xhami, në faltore. Prindi ka t'ia jep orientimin. E për atë është për neve, sidomos sot tritë e sotit që janë të shkolluar, ka dashur Zoti, kanë mri dituri të larta, që me ditë që fëmijën e vet prej fillimit me orientu aty ku është vlera më e madhe, vlera islame. Bac Abdullah, baba jot atëherë në kohën e komunizmit, në kohën e Rankovicin atë kohë, që ka pas punë me pushtetin? Me pushteti e ka përjashtu. Pse e përjashtoi? E ka përjashtu sepse kanë kërku që të flet për mbulesin, për havalen, në atë kohë i ka thonë havale. Baba nuk ka pranu me folë, thotë, hoxhallarët më të mëdha i keni në Gjakov, i keni në Prishtinë, i keni në Sarajev, thotë, unë jam në hoxh i fshatit, unë çka kom folë, s'mund tash më i thonë xhamatit tem që hekeni. Prandaj për çat fjalë, domethënë e kanë pa që është i vendosur, edhe e kanë përjashtu se kanë lënë më dalë në xhami, edhe si kanë dhënë punë. Unë kam qenë 6 vjeç kur kemi emigruar në Gjakov që kemi dalë, në Gjakov si kanë dhënë punë, prej aty është detyruar me shku në nahijen e Rahovecit, se përpara nuk ka pas nahije Malisheva, Rahoveci me një fshat Ostrozub. Në aty në fshatin Ostrozub baba i ndjer Pastor Ahmet ka shërbyer një 7 vjet. Pastaj kur mas brioneve që u liru, do të thotë feja u liru në sikom, atëherë jemi kthyer prapë në Gjakov, pastaj në Gjakov ka shërbyer në disa xhamia ku kishte nevojë, në xhamit të Hankës, në xhamit të Geçarve, në xhamit të Mamupashës, në xhamit të Islambek, në xhamit të Cefës. Domethënë unë e di që shkoja me babën vazhdimisht, po edhe kisha dëshirë këto me potencu, inshallah do të ndikoj të rit, sepse unë u dashke me ardhë për shkollës ditën e gjumo, edhe një daje kom pas, rahmet pas, në Mindurak punonte me kryja dhe i punën e mu bo 3 vetë për mi falë gjumon. E sot, për të falëndruar Zotin e madhërueshëm, në xhamiat e Gjakovës, dhe gjitha xhamiat duhet me shku përpara se nuk ka vend. Kjo na mëson sepse ndoshta ka qenë edhe angazhimi prindve në Gjakov që jenë kthy, po nuk kisha me thonë është më tepër hidajeti, udhëzimi i Zotit madhërueshëm, kur sot të rit po janë në kontakt me literaturë, si që është literaturë e doktor Shefqetit, Allah e mëshiroft, që ka bo një botim voluminaz të librave, kur e kupton njëri, kur e kupton fjalen e Zotit, me siguri që do të adoj, me siguri që do të kënaqet dhe do të shkojnë në atë rrugë. Allahu të nderoft. Amin. Bac Abdullah, deshta me të pyet diçka. Hoxhallarët të cilët kanë kry medresen e madhe të Gjakovës, dallohen për patriotizëm për hoxhallarëve tjerë që kanë kry medreset në anët e tjera. A mund është pak me dhe ju vini prej anët e Gjakovës, na tregu çka i ka shty këta hoxhallarë të cilët e kanë kry medresen e madhe në Gjakov, të jenë ma
adhëtar të jenë ma kombëtar. Se të gjithë kemi pas adhëtar kombëtar, por këta që kanë studiu në medresen e Mallë Gjakovës, ma dallum. Ndoshta keni drejt, po unë nuk pajtone me këtë thane. Pse? Hafiz Idris Gilani, i cili e ka mbrojt kombin shqiptar, edhe shumë hoxhallar tjerë, nuk kisha me bo dallim, po ju e keni vrejt ndoshta dallimin, sepse studenti ka merditurin prej profesorit. Profesori është ai i cili ju ka tregu vlerën e ndihmës, vlerën e atë dashurisë, themi atë dashurisë, sepse na gjithë e dimë rilindjes e shqiptar të gjithë kanë qenë prej besimtarë, prej hoxhallarëve. Tu e marrë lidhen e Prizrenit, Hafiz Ymer Pasharizi, kush ka qenë, do më thonë edhe të gjithë ata, të i marrë edhe vllazit Frashëri, edhe do më thotë që e cekëm Hafiz Ali Korçën në Shqipëri, edhe gjithë hoxhallarët e kanë çmu vlerën, e kanë dhënë hakun kombit edhe atë dheut, sepse e kanë ditë, sepse el hubbul vatan min el iman, dashuria e atë dheut lind prej besimit. Kur ke besimin, nuk të dhimet jeta me dhonë për atë dhe, sepse e dim që Zotin e mëson në Kur'an, ju mendoni për ata që janë të vdekur, kush? Dëshmorët, shëhidet, jo, ata janë të gjallë, po ju nuk i dini. Për atë, bindja në Zotin e Madhnushëm i ka shty ata me dasht atë dheun, me pas atë dhe dashurit flakët. Baca Abdullah, në kohën e juj, kur e ke pas babën, axhallarët, familjen, ka qenë një jetë ndryshe në familje, kanë qenë dhe bashkësi familjare. Ndërsa sot, pojtojnë familjet të ngushta, familjet vogla. A mundesh pak me na boni dallim, edhe pak nga adetët zakonet, nga mirësjellja, nga edukata, nga reni që është konë atëherë dhe me sot. Familja si familje është e shenjtë. Ma të ceke fjallin familje ngusht. E kom pas shok babën e Mulla Irfonit, Irfon Salihut. Hasan e ka pas emrin, rahmetullah. Hoxh ka qenë, hoxh i madh. Mirë po edhe nuk ka pas fat me dalë në televizor që Mulla Irfoni, këta hoxhallarët tonë. Allah i shpërbleft, sepse këta janë një mburoj, këta janë, si më thonë, nuk po them reklam, po një pasqyre e mirë e islamit. Ai me një shok të vetin, pas ka bo bisedë, thot, vëllau me vëllau, njoni vëllau në Prizren që jetin në Prishtinë, thot, ku përshkojmë këtë dile? Thot, përshkojmë për valë, thot, më kanë, thot, për dijet, usha porodica. Djali, qika, gruja dhe vetë. E babaj vetë ka kësy, ka thonë, e unë e shkat kam ty, bre. Ashe unë usha porodica me ty. Por, se e shpreja në të qyshe ka në shpreja ta. Ashe unë e familja ngusht, e jotja që mu më shme marrë me vetin babën. Por pa ka qenë me siguri masi. Po para, familja ngusht e konë dhe baba Hoxha, sot baba dhe Hoxha s'prejnë familja ngusht. Inshallah bon rinia jonë, brez jonë i ri që me adit vlerën babës e nonës, gjyshit, argjës, halës, tezës, sepse Allah e ashtu në ka kriju që me pas njëri një rrethet vetin, edhe të ngusht, edhe të gjanë, pra edhe në përgjithësi, edhe ma të gjanë. Kur imam Allah në thotë në Kur'an, inne ekremakum indallahi etkakum. Do më thonë, ju kam kriju e për bashkëve fiseve, po ma i mirë për ju është ai cili i frikëzohet të Zotit Madhnushëm. Edhe në përgjithësi me gjithë njerëzin me pas një raport mirë, një afërsi, me elon një përshtypje të mirë që i takon një muslimanit mirë. Baca Abdullah, pas namazit, një bisedë që patëm pak dhe sa erdhëm qëto, thash që unë nuk kam vëlla, the na ki neve. Po në juve më mi pas, disa më mi pas shok, ju më mi pas Baca Abdullah,
Po pse the vllazën na ke neve, vllazni? Në prizmen islame, edhe në prizmen e bindes ndaj Zotit të Madhërueshëm, a ka fjalë më të madhe se fjala e Allahut? Nuk ka. Khairul kelami kelamullah, fjala më e mirë e Zotit. Allah në Kur'an po thotë innamal mu'minun ikhwa. Me të vërtetë muslimanët janë. E tashti, kur e marrin thënien e Muhamedit alayhis salam, nuk është musliman çaj, që s'ja don vllaut vet atë çka don për veti, atëherë na ndoshta bim të gjithën provim. Inshallah Zoti nuk na bën për atyre që merran provim, po me të vërtetë kur ta dojmë vllaun, nuk është edhe ajo është hadithi saktë, ju dini më mirë, i 7 grupet njerëzve janë nesër në hijen e arshit të Zotit, janë në mes atyre janë edhe dy vllazën, dy musliman që janë dashur për hijen e Zotit të Madhërueshëm. Është ajo hije ku nuk ka hije tjetër jashtë hijes së Zotit. Unë e kam pas shok të ngushtë shpirtit doktor Ali Iliazin e ndjerë, që ka qenë një enciklopedi e gjallë, edhe ka ana shkencore, edhe nga ana fetare. E kam edhe një vëlla që është gjallë, i dëshiroj shërim se është prej një smuj Algjerit, afrim e ka emrin, prej këtu e përshëndes prej xhamisë, sepse as për mund më shku në xhami, po xhamia mu ka dokë që i ka 2000 vetë kur ka ardhe në xhami, sepse është ai që i ka dorëzu librezin i pari, librezin e komunizmit, për me kthy fesë Zotit, rrugës Zotit. Prandaj unë e shfrytëzoj rastin t'ju them aty në njerëzve, t'ju them aty në njerëz që thonë ky u kon komunist, nuk vlen. Nuk është ajo. Ajo është plotësisht gabim, se i madhi Zot pas çdo gjunoje që e bën robi i vet, çka pi thot, nëse ktheheni ju fali. Dyert e Zotit janë gjithmonë qelë, dera e xhamisë është gjithmonë e hapur, edhe let vinë edhe ata që kanë bërë gjunoje, se Zoti është ai që na fal, edhe e ndim kënaqësinë më të madhe që jemi musliman, edhe i kthehemi Allahit në çdo kohë. Bas Abdullah, ju thatë që keni kry shkollë për tregti dhe jeni marrë me tregti. Ashtu. Po, kur po bashkë bisedojmë na, po më folë, si më folë një hoxhë. Ku i ke mësu që to argumentet që po mi thu edhe në gjuhën arabe? Unë e kom ditë gjuhën serbokroate që kemi pas gjuhën, domethënë kemi pas mësu. E baba pastorament nuk e ka ditë asnjë fjalë. Unë lexoja Islamska misao të Sarajeves, revistë fetare, për porodi ka qenë edhe revistë fetare. E baba kishte dëshirë me përkthy unë ato kur i lexoj ke ajetet ose hadiset, prej babës kom mësu, do të thotë edhe prej vullnetit vetë, se nuk është të thonë që një medresant çak lexon në medrese me arrit ato, po duhet vetë vullneti. Unë kam hi me adhonë medresen Alauddin në moshën 65 vjeçari, kam pas, sot i kam 78 vjetë, me të ndjerin djalin e Hasan Efendi Nahit, hoxhës nderuar, në gjatë e ka pas emrin, në 2000 kun më të vjetër, edhe thoshim në mes veti, është e vërtetë që Resulullahi e ka thonë të vërtetën kur ka thonë, lypën e diturinë prej djepit deri në varr. Edhe sot mundona që për shembull e kam mësu, e kam ditë prej babës rahmet pas, se baba gjithmonë në namaz sabahit i ka kënu surët e gata. Ty fillu Jasinin, ty fillu Tahan, Inna Fetahnan, Tebarek Alladhi, Vakian, i kam mësu pa e mësu elifin fare, vetëm prej këndimit babës me memorje. Edhe, do në thotë medresen, kur e kam kry, elhamdulillah, nuk e kam kry, e kam ndërprej në vitin e 3, ashtu ishin në rrethanat, i përshëndes, do më thotë profesorët, që ka qenë profesori Emin, profesori Naim Tërnava, profesori Qazimi, histori islame, edhe disa profesorë që s'pëm kujtohen, vetëm se, elhamdulillah, pi Allahit, ka dorë Zoti, qatë sa, nuk është, thatë poshë, po më duket, nuk është e mjaftu. Nuk është e mjaftueshme, po e kënaqshme që shumë një fjallë e thatë, po e harrova. Ndoshta t'ju them edhe këtë namaz, kur ke fjallet e nxënësve, kur ju folsha për shahadetin, do më thonë në gjuhën Shqipi, thosha, se i kisha marrë për babës, për hoxhallat Shqipërisë, me gjuhë e flas, me zemër e besoj se shumë zotra nuk ka, veç një zot i gjithësisë është, dhe Muhamedi a.s. është njeriu dhe pejgamberi i Zotit.
në gjuhën shqipe ushtoj ke xhamia kur e thojmë gjithë së bashku. Hajde shkaknojmë reqatin e parë kur të lidhemi, subhanakallahumma wa bihamdike. Hajde shqip. I lartë madhruar je vetëm ti o Zoti im, dhe lavdërimi të takon vetëm ty. I lartë është emri yt. Madhria jote është shumë e madhe. Nuk ka zot tjetër pos teje. Kjo kënaqësia më e madhe. Namaz, po dalim mu fal, ku orientohem ka kibla, ku e recitojmë subhanekan, Fatihatul Kitab. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimet Zotit të gjithësisë, cili Zot, ai Zot që e krije këtë kozmos, këtë vasion që e shohim e nuk e shohim na, që janë zbuluar do të zbulohen ende trupa qiellor, çatë Zot, çati Zoti kemi drejtu, Ar-Rahman Ar-Rahim, i gjithë mëshirë plot. Përshon Zotin. Ku Zoti? Çka po bën Zoti që spionimon vllazëve në Gazë? Zoti neve na ka qiujtim këtë botë, na me qenë prej të mirëve, për udhëhecave, jo për atyre që bojnë zullum, që bojnë shkatërime. Baca Abdullah, të falëndru për kohën që ndove me neve, Allah i shpërblet, ja. Amin dhe juve, mu po ma lyp një këshill prej teje, po më lypet, shumë po kam qef, me ndëgju një këshill prej teje, po njëkohësisht, përveç që përfitoj jone për i këshillës tonde, përfitojnë edhe ata të na përcjellin. Gjithmonë vllazërit kur janë taku, kanë lyp këshill njëri prej tjetrit. Me siguri ju që e keni kryer medresën e dini. Usikum bi taqwallah. Usikum. Une për masën e gjon, për rinin ton, rinin e ndritur, se une e shoh vetëm dritë në rinin ton, nuk shoh terr. Kam pas muhabet me Mulla Jakupin, pas rahmet të Subçani që e njeh krejt treva shqiptare, dhe me Mulla Maselemin, mazlomin e Prizrenit, me shumë hoxha Allah, Zekeria Shkupit. Do në thotë, me gjithë ata kam pas muhabet edhe asi, unë këshilloj, mas pari veten, se ashtu në mësën imam dhe zëtë, idh nefse këtë thëmë më nasë, këshilloj veten pas të të tjeret, mos të hamenden, mos të tërpërohen që janë muslimon, se Zoti i Madhnushëm i ka të gjithë pejgamberet i ka quajtur me emrin muslimon. Edhe derisa të ekzistoj kjo gjithësi, gjithmonë do të ketë emrin muslimon, që është emri i dashur i Zotit, emri i dashur i robëve të Zotit. Edhe i këshilloj mos largohen, por le të marrin dituri, sepse feja jonë nuk ka fe, ka qenë babgjyshe baba, po feja jonë është fe e diturisë. Për atë, këtu në xhami, si do një mërni, është ajeti, fa'alem ennehu la ilaha illallah. Dijeni si Zoti ju është një Zot, cili e din, i verbti s'mund ta shoh, i padituri s'mund ta njoh, ka thonë Naimi. Do të thotë me dituri, me shkencë, me astronomi, me fizik, me matematik, do të vinë të e vërteta, sepse një fjalë dje e lexova prej të ndjerit tonë, shtrenjtit Faikonica, thot, shqiptarët mos vinë të islami, mos ishte islami, shqiptarët do të ishin ma shumë, po s'do të ishin shqiptarë, do të ishim asimuluna, ishim slavizuna, e për atë le ta dojnë islamin, sepse me islam do ta shpëtojnë edhe jetën, edhe këtë botë, duke e studiuar, duke i shtin në jetë, thanjet e Zotit për këtë jetë. Edhe do ta fitojmë xhenetin edhe ahiretin, tu i shti në jetë urdhat e Zotit Madhnushëm. Prandaj, krenohuni edhe të krenohuna unë me juve, se jemi besimtarët të Zotit vërtet, jemi të udhës të gjithë pejgamberëve edhe të sunetit e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Allah të ndërrot. Baca Abdullah, për fund, a bën me bën një marrëveshje unë e ti, a bën unë me përmbyll emisionin dhe me përshëndet të teleshikuesit, por emisioni me përfundu me një pjesë të shkurtër të Kuranit me në lexu. A bën kështu? Po, si jo. Të dashur miq, me këto
po e përfundojmë emisionin, apo këtë storje që e realizuam me Bacën Abdullah, me Abdullah Hoxhan, këtu në xhamitë e Motit të Një. Por ju mos ndani, nga ne, Baca Abdullah do ta këndoj një pjesë të shkurtër nga Kurani i Kerim dhe unë ju përshëndes. Deri në emisionet e radhës, paqe dhe selame. Para se të filloj me asherin, do t'i lutë vëllezërit edhe motrat e mia le t'ja dinë vlerën librit të Zotit, Kur'anit, mos i lojmë në raftat tonë për bereqet, por le t'i mësojmë, le t'i lexojmë, le t'i shtim në jetë, mbi të gjitha, le t'i shtim në jetë ato këshillat, urdhat që ne jep libri i Zotit. Edhe e shfrytëzoj rastin, t'ju uroj dhe ditëshin e muajit të madhruar Dhul Hijja, edhe me shpresë që insha Allah ata që se kanë kry haxhin t'ju jepë Zoti shëndet edhe mundësi me shku me e kry haxhin, edhe Kur'anin kur ta kënojnë, sidomos ditën e gjumah, le ta respektojmë thanin e Resulullah që ka thonë, lexoni surën Kehf, sepse prej kësaj gjumah e tjetër, insha Allah do t'jemi të mëshiruar prej Zotit. Prandaj po filloj, edhe pse zonin e kam ashtu qysh ma ka dhoni i madhi Zot, kisha dëshirë ta kom zërin e Daudit a.s. Mirë po qatë që ma ka dhoni Allah e falendoj për atë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Sadakallahu al-azim. Po që shfrytëzoj rastin në këtë kaptin e keni të caktuar, e keni definuar kur i pyet Zoti robët e vet sa keni jetu. Ata janë ashabul Kehf, një pjesë ditës, edhe ju o vllazni, ta llogarisim vetes një pjesë ditës e mos largohem kurrëherë prej besimit. Allah ju boft për më të devotshëm dhe më të afërt të Zotit Mamnushëm.